Lidhur me ç'a debatun Albatrosi me Flogerin. Kur vjen puna tek ndërkombëtarët. Kur vjen puna ndërkombëtare që është pikë delikate. Unë jam dakord me Albatrosin, kemi biseduar privatisht që Albin Kurti ka investuar tek ideja e sovranitetit, tek ideja e rezistencës, që s'pranon diktat. Dhe s'pranon diktatin. Por ama ka një flow në diskutimin, në argumentin që dhe Banjska. Unë nuk jam shumë i sigurt Albatros që në Banjsk, flas për operacionin eliminus të serbëve, forcat e Kosovës do kishin patur sukses pa ndihmën e ndërkombëtarëve. Edhe zgjedhjet kanë ndodhur në Banjska, çfarë kanë, unë kam qenë pjesë e procesit. Edhe zgjedhjet komunale në komunat serbe, që duhet vinin ato forcat e KFOR-it e tjerë. Këtu dalin tek ajo që nuk mund të anashkalosh në kombëtarët e Kosovës. Komuna në Zyra netën me javë aty. Dgjoj, kanë dhe mirë kanë bërë. Po mirë kanë bërë shumë mirë. Puna është sa eficient janë. Si rezultati i asaj gjëje, ata u detyruan mu kthyn sistemin të Kosovës, u detyruan mu zgjedh sipas sistemit të Kosovës, edhe sot kanë shumë kujdes kur e marrin një vendim. A mund të flasim të gjithë? A di ku respektohet ligji i Kosovës më shumti në komunat serbe, sepse e kanë kuptuar që dhe presja shikohet. Okej, shumë mirë. Tani, problemi është këtu. Nuk po diskutojmë si në një fushat elektorale. Tani, po të lexojmë momentin, nuk jemi ende në fushat, nuk është shpall data e zgjedhjeve. Të bëj fushat në. Jo, fal. Jo se tani bilancet. Ky kështu, ai ashtu, ky e bllokon, ai bllokon. Domethënë, dim si kam votuar. Fal pra, dakord, në rregull. Tani ideja është nuk jemi në fushat Albatros. Ktu është momenti është cinik sepse është shifror. Ti thu, me drejtë unë të bëra një pyetje. Ti nuk ma dhe përgjigjen drejt për drejt, po gradualisht e thej që vetë pastrimi i politikës do të bëjë që vetë vendosi, po më falë, të ludhem, sa zgjedhje kaskad do të duhen që të pastrohet uji, sepse kjo është problemi. Dhe kombëtarë kanë mbuluar dhe Shqipërinë, edhe ta kanë tenë, thashë të më gjitë, me pralla që nge marrë. Po, do më dhanë jashtë tërkombëtarë janë thashë të më gjitë, më të këqi që ekzistojnë, edhe që merren ato denë, do më thonë, në ato vendet e tyre janë kurkush i hiq, vjen këtu në Shqipëri, vjen Kosovi duket vetja si the big white colonial, këta s'marrin vesh, unë i trajtoj si kukla, si gjëra, edhe janë interesante. Se kujtove një zëmës ambasador britanik të SBE-s para sa viteve që vishe fiks ashtu, si kur este në safarit e Kenjas. Edhe është, për shembull po e tregoj një detaj, sot ministri i drejtësisë nga Republikës Austrisë ka shkuar në takim në SPAK, edhe unë thjesht bëra një verifikim kështu në kanalet e mia që shkoj, në vizitë në itinerarin zyrtar që e ka dorëzuar Ministria e Jashtme e Austrisë, ka thonë që në takime do jetë vetëm me Ministrin e Drejtësisë së Republikës Shqipërisë. Si mundet një ministër i huaj, i një vendi, me shku me taku, me të shku institucionet, sovrane të vendit tjetër, pa informu Ministrinë e Punëve të Jashtme. Kjo është, a ditë dhe ku shkon kjo absurd? Kjo gjë, edhe është thëlloj se ti ki shtet mrena shtetit. Kur vjen një delegacion i huaj në parim, me protokoll duhet me informu Ministrinë e Punëve të Jashtme. Do më thënë, edhe kjo normë elementar, pse kjo është pasojë e këtyre muhabeteve, hajtë se këta hanë gjithçka, do më thënë. Është interesant, por Elisa më shumë se kaq nuk mundet me e ba. Aja plëson Rama dëshirë me preashtu edhe mundohet. Në shijen time nuk ka nevojë me ba, thjesht ekskomunikoje në praktik, injoroje, në termen të banë hiqen nga komisionet, hiqen nga funksionet parti, në gjitha që i ka, thjesht vegeto aty, vazhdo ato që keme ba. Kjo është mënimi, tash Rama ka qef dëshkërp me ba dhe teatra, i mundet mi mbledh dhe aty me ba. Gjuha e zonjës Spiropali, po ta shohësh në të përgjithshmen e saj, është një gjuhë që flet në parim. Pa tjetër është diku e fort, sfida e fundi që më përjashton fakt i thot krejt kundërtën, që nuk ka asnjë arsye për të më përjashtuar, por thjesht prano që edhe unë kam drejt në disa pika ku ne nuk po i bëjmë gjërat mirë, por gjithsesi për të mirën e tyre, ky debat ndoshta duhet ishte bërë brenda. Në kushte që nuk është bërë brenda, unë them që nuk dëmton as Ramën, ndoshta mund dëmtoj Spiropali, ndoshta. Albatros, ti që bërë një shrim sot? Unë përri shumë urtë të kjo pjesa debatit për Shqipërinë. Jo. Si që ne patëm të drejtën të... futëm në fushën e lojës, futu dhe titën. Jo, tash unë jetoj në Tiranë, po bon vite, më thonë, pjesën më të madhe të kohës e kaloj këtu.
Dhe tash unë kam qenë pjesë e njerëzve që në 2013 në sheshin e Tiranës kam festu me shokët e mi fitoren e rilindjes, domethënë edhe është koha kur kam filluar të futem në këtë kulturën e ndryshimit që u pat premtu dhe gjërat që ndodhen, domethënë lidhja ime më aktive me Tiranën fillon që prej atëherë. Unë mendoj që këtu nuk ka në diçka shumë serioze, nuk mund të krijohet një kauzë private në një kthehet të transformohet në kauzë politike. Domthonë, ajo që po bën zoja Elisa është kauzë private. Kam ra pe si thuhet shkëlqimit, nuk jam më afër liderit, edhe tash për një moment zbulova gjërat që zbulova. Edhe tash kjo është shumë problem që të kthehet në një betejë politike. Tjetra është interesante për debatën në studio, është interesante për diskutime me OJQ, është një prallë e bukur që është shitë ndërkombëtarëve, unë kam punuar vetë me ndërkombëtarë. Ja, unë ka përshtypjen edhe Rama do jetë ky pozicionin, ndoshta edhe nga ajo që ta Skënderi, që në fund fare nuk mund të fasojmë dot zonën Spiro Pali për ato që thosën, në fund fare kryetar kuvend nuk e bën masuna as Tia Skënderi, po e bëri zoti Rama. Ai që e ka emëruar, ai ti zgjidhi problemet. Por na nuk mund të dim një gjë, nëse Elisa nesër zgjedh një formë të aktivizmit. Që të bëj parti politike. Ose një formë tjetër të aktivizmi, ajo është diçka tjetër. Por mbrana Partisë Socialiste, kjo është flusk sapuni. Çfarë rrugë zgjedh ajo jashtë Partisë Socialiste, ajo është diçka tjetër. Është diçka tjetër. Fjala e fundit për ty, Frok. Besoj se këto janë gjitha element të një shëndetësimi të tepërt të Partisë Socialiste, shëndetësimit politik. Dhe njerëzit shfaqen atëherë kur gjejnë fluskën. Dhe praktikisht Elisa është një nga njerëzit e dobët aty që menjëherë shpërthen për gjetur hapësira më shumë ose për të marrë hapësirat e tjetrit. Mund të kemi nesër prap një tjetër, po e gjitha kjo është dëshmon një gjë, që shkolla jonë politike nuk ka akoma element të fuqishëm të mbajtjes së personaliteteve. Dhe e kemi politikën me shumë pak personalitete, ose e kemi me gishtat e dorës që t'jenë personalitete. Nesër, Elisa ose Arben Ahmetaj, si që ishte i të njëjtit lloj, ose dikush tjetër, nëse do shfaqet në publik, do ta ketë të merrsisht të vështirë të manifestojë se dikur ka qenë në pushtet. Është ajo që tha Skënderi. Sa kohë që je, po ditën që nuk je, pastaj nuk dukesh gjikundi se çfarë ke qenë. Dhe për mua, problemi do të thotë që studentin e fundit Machiavellit në Shqipëri e kemi kryeministën sot. Do të thotë, e kam seriozisht. Do të thotë që një politikan duhet të ketë një mendje të tillë të shkathët dhe një qëndrim të merrsisht të tërhequr. Dhe të jetë shumë modest. Duhet të jetë politikan. Dhe të jetë i ditur. E para fare duhet të jetë politikan. Po pra. Albatros, ta mbyllim. Sot jetojmë në kohra tjera, edhe është përmbys kjo ideja të mënyrës bërit politikë. Një shembull është një tiktoker nga Çiproja, i cili i ka 26 vjet, tash po i bën 26, në momentin kur u zgjedh deputet Parlamentin Evropian ka qenë 24 duke u futur në 25, e gjithë arritur ati në jetë bën video në TikTok, kur ka shku në Parlamentin Evropian ka thonë i kam marrë një 2-3 vetë me mësu që ka është kjo punë, se s'di. Kjo realiteti ku sot jetojmë i dashur, kjo është kur do në Parlamentin Evropian. Vetëm se partit Grekat bën Fredi Belerin e eurodeputet. Më falë, o zotri, partit duhet kënë filtra që ka ndryshuar në forumet e shtetit. Se po hapi një diskutim që unë do doja pak të rezervojmë si ka ndryshuar. Si ka ndryshuar pikërisht politika. Ndoshta sushi them unë ta ribëjmë edhe një herë tot si ka ndryshuar skema politike, si funksionon. Kjo vlen ja 5 emisione. Faleminderit Skënder, faleminderit Flokert, faleminderit shumë Frok. Albatros, gjithmonë ne si të them një gjë që ta them kështu. Ti je i sigurt që në tryezat tona leqe kemi merit. Por, je gjithmonë i mirëpritur. Nuk jam i sigurt që në televizionet e Kosovës gazetarët e Shqipërisë janë kaq janë të shumë, nuk thash për një. Thash për disa. Kam qenë dhe unë. Po nuk ka
Kurse këtu ke ne, se du të ta anulloj atë akuzën e vogël që themi. Shkollës politike është një problem shumë i madh. Vjen Elisa, për shembull, me një fjalor, me bezdis fjalori, nuk bezdisin asgjë tjetër. Bezdis realisht, fjalori pa kuptim. Fjalë, dhe është kriju modeli Grida Duma, të gjitha vajzat politikane që kanë hyrë në këtë histori. Do më thënë, dërdëllisin dhe është detyruar ai njeriu i shkret që ka punë të veta, është detyruar ta dëgjoj. Pse do të jetë detyruar ta dëgjoj? Është një vuajtje shumë e madhe. Me drejt folje për shkollë politike, po unë po të kujtoj gjithë thjesht fare se tash jemi dhe minutat e fundit. Zgjedhjet e fundit, për nëpërmjet procesit deputeti që duam, u rekrutua një listë kandidatësh, të cilët pasi fituan zgjedhjet, morën nga një blok shënimesh në Sjetull dhe vajtën partit ndjekin leksionet si funksionon deputeti. Tash ti më fal. Në parlamentin... Pa mirë, që quna gosa 3, të një ato do e kaloni par trajnimu politik. Po, e fillojnë specialist në një ministri. Po nuk ishin listat e sigurta, ama. I sekund, pra, nese ma ata fitun dhe kanë hyrë, kanë filtru sa dush tjetë. Nuk ishin listat sigurta. Problemi i Sokol është këtu që nuk është parlamenti fillimi rrugës, është fundi. Ti aty duhet t'jesh produkt final. Nuk mund të shojmë ne njerëz që s'marrin vesh fare. Problemi aty. Mirë pra mirë, tash një sekond. Koncept tjetër për shkollë. Nuk është partia autoshkollë. Nuk e them atë. Jo. Do ta fillosh parti. Shkollë politike. Filloj një deg atje poshtë. Skënder më fal. E kisha për shkollë politike. Fito si përfaqësues. Jo shkollë në bankë. Në një këshill bashkiak, fito, bëj një karrierë. Nuk e kisha. Po jo tani ti merr bllokun edhe kur them shkollë politike. Autoshkollë. Nuk kam parasysh bankat e shkollës, dhe as to që thonë ju, shkollë politike, unë do të them formim politik që nga teoritë e Machiavellit në fundit dhe të vish deri te teoritë e Mao Zedongit e Makundej.